A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Paqja qoftë mbi të dërguarin e tij fisnik Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin dhe e pasojnë këtë rrugë të bekuar. Allahu i plot madhëshëm thot Kur'anin tij famlar, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ata që pa e parë i friksohen Zotit të vet, për ta ka falje dhe shpërblim të madh. Sigurisht se besimtarët do ta shohin Allahun e plot fuqishëm në xhennet. Dhe do t'i thonë Allahumma anta salam wa minka salam tebarakta ya dhal jalali wal ikram. O Zot, ty të takon pra paqja, ty të takon madhërimi, ty të takon falënderimi. Pra të gjitha i takojnë Allahut tebaraka wa taala amma yushrikun. Pra yakhshawna rabbahum. Pra i kanë frikë rabbahum, pra Zotit, Rabbit, Zotit të tyne. Pra Allahu tebaraka wa taala, ata i friksohen dhe i binë në sejdë dhe madhrojnë atë ditën dhe natën. Ata nuk ndalen duke i rënë sejdë Allahut xhaleshanuhu. Pra ditë dhe natë kanë frikë Allahun dhe me përkujdesje të madhe bojnë sejdë dhe me përkujdesje të madhe bojnë vepra të mira natën dhe ditën, siç bënin gjeneratat e kaluara që gjithë natën shpërndanin ushqim në dyert e fukarejve, në dyert e jetimve, në dyert e bonjakëve. Pra ju alenin ushqimin përballë derës dhe nuk e dinte askush se kush është duke u dërgu atë ushqim, sepse ata e bënin nga frika ndaj Allahut çdo vepër të tyre. Ata sadakat e tyre i bënin vetëm prej frikës së Allahut. Dhe vetëm që kishin dashuri ndaj Allahut, ata bënin punë të mira, sepse Zoti është i kënaqur me ata që bëjnë punë të mira, siç ka thënë Kurani i tij famlar, innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Ata që bëjnë vepra të mira janë krijesat më të dashura tek Allahu xhaleshanuhu. Bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun karim. Pra me ghaib, pra ghaibi është fshehtësia. Të fshehtën e din vetëm Allah. Pra ata i bëjnë gjërat fshehurazi. Pra dhe i bëjnë vetëm me fitu kënaqësinë e Zotit dhe me pas magfirat wa ajrun kabir. Pra falje dhe shpërblim të madh. Kush është falës? Kush është Gafur Rahimi? Falsi, mëshiruesi. Kush është ai? Pra është Allahu xhaleshanuhu. Ai i cili fal shumë edhe na drejton dhe na orienton drejt suksesit të pashmangshëm. Suksesi është në dorën e Allahut xhaleshanuhu. Ai e ka në dorë gjithçka. Pra ai ka në dorë dhe jetët tona dhe ai na ka në dorë edhe ne. Prandaj duhet të shprehim mirënjohje atij, duhet ta falenderojmë pra Allahun xhaleshanuhu dhe të shprehim atij hamd, falënderim. Kush na shpërblen ne? Na shpërblen vetëm Krijuesi suprem, Allahu tebaraka wa taala amma yushrikun. Andaj duhet të shprehim atij hamd, falënderim. Dhe të themi sa më shpesh elhamdulillah gjatë gjithë ditës tonë. Kur jemi vetëm, por pse jo dhe kur jemi në grup, kur jemi me njerëz të ndryshëm, të shprehim falënderim ndaj Allahut Krijuesit që na dha shumë të mira dhe na dhuroi shumë mirësi dhe begati. Pra pa Zotin, ata i friksuar. Kjo është kulminacioni i besimtarit. Pa pejgamberin, ata e dinë që ka qenë pejgamber. Sepse shokët e pejgamberit në atë kohë kanë pa pejgamberin edhe kanë pa me sytë e tyne. Dhe ky pejgamber i Zotit ju ka mësuar pra besimin e pastër, adhurimin e Zotit të madhreshëm. Prandaj pa ata pejgamberin, sot shumë njerëz e dinë që pejgamberi ka qenë pejgamber dhe e besojnë si të dërguar të Zotit, njeri i thjeshtë. Por edhe Allahu xhaleshanuhu e shohin në krijimtarin që ai e ka kriju gjithçka dhe e din që ai ekziston. Ai është krijuesi. Ai është që krijoi qiellin, tokën, anën, diellin dhe gjithçka që kemi rrotull nesh.
alladhi huwa khaliq kulli shay, pra ai është ai i cili krijoi gjithçka. Krijuesi i tokës, krijuesi i krijesave, gjallësave, krijuesi i pemëve, krijuesi i gjithë shkafit. Pra ai është Zoti i plotfuqishëm që duhet friksu dhe duhet adhuru, se komponenti i adhurimit është edhe frika. Do thonë, frika, dashuria, shpresa ndaj Allahut, tevekuli ve tevekkelu Allahul mu'minun, mbështetja tek Allahu, veprat e mira, gjitha që bëhen për të hyrë në rahmetin e krijuesit ton, Allahut te bareke wa ta'ala ma yushrikun. Ai shihni pemet, ai shihni malet, ai shihni kodrat, ai shihni vetvetet e juja se sa bukur Allahu ju krijoi dhe i krijoi. Ai është krijuesi dhe ai meriton të adhurohet. Ju falenderoj për këtë çast, e qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paqja dhe mëshira.